Përshëndetje gjithëve miq që takuam në Albania Newscast në këtë episod të fundjavës. Kemi shumë të ftuar, shumë tema që do t'i trajtojmë. Kam kënaqësinë që në këtë pjesë të kem një personazh I cili ka marrë vëmendje të madhe të opinionit publik, ka bërë buj me deklaratat e tij, ka patur edhe probleme, nuk duhet të harruar edhe ky element. Do t'i flasim të gjitha këto. Kam kënaqësinë të kem sipërmarrësin dhe CEO-n e MCN Televizion, Endri Meksin. Endri, faleminderit. Kënaqësi shumë që gjetë kohën të vish në Albania Newscast, një iniciativë e re imja personale dhe para në Shqipëri e këtij formati. Faleminderit shumë, kënaqësi që të kam. Asgjë, kënaqësia ime Albert, falenderoj për ftesën. E shikoj që edhe me purën tradicionale dhe më bëhet qefi sepse që e ke, sepse tregon origjinalitetin tënd dhe unë prandaj të vlerësoj njerëzit që janë origjinal. Endri, futemi më njëherë në temë. Si ndihesh fillimisht? Ke kaluar peripeci, kërcënime jete, drejtësi, spak, një trysni e madhe. E shikoj që partnerin tënd më besnik ke purën. Ke partner tjetër kaq besnik? Po, kam të stafi një tuf njerëz, kam dhe familjen pranë pa dyshimi, po nuk u quaj partner në sensin e asaj pyetjes tënde. Pura është një element qefi, më shumë edhe pak show. Se kam pi cigare gjatë, 40 vjeç që kam nisur, kështu që s'mund të quhet pjesë aq partnere, aq besnike. Si ndihesh me gjithë të presion? Është një trysni e madhe, të drejtësia, vëmendja e opinionit publik, deklarata, kërcënime. Pra ti ke kaluar, po themi, një sër peripecish, ke bërë një udhtim, ndoshta jeta e dytë, po flas simbolikisht. Kjo e jetës dytë qëndron, por të ndihen shumë mirë. Pa shaka, pa hipokrizi. Kërcënime si I ke marrë? Ato ngjarjet që ju dinin, nuk është se ka pas element tjerë, pra nuk është se ka diçka të fshehur. Kështu që ato element që kam bërë publik, ka qenë zgjedhja ime që në sekondën e parë që ndodhi incidenti I parë për të qenë tërkohës në krahun e policisë shtetit, pikërisht për të shmangur çdo interpretim, keq kuptim, keq trajtim, manipulim të ardhmen. Familja si I ka përjetuar? Endri, më thuaj të vërtetën. Për ata që nuk e din, djali kryeministrit Aleksandar Meksi, një nga intelektualët, një figurë shumë pozitive, ende shumë e vlerësuar në opinionin publik. Familja është në shumicën e momenteve pa qartë. Kështu që nëse s'kam asnjë problem për të folur për të, po do të ishte bisedë shumë e gjatë, nëse do duhet trajtonim në detaje mënyrën se kanë perceptuar ata këtë histori dhe se kanë kuptuar. Për shumicën e tyre, kryesisht prindërit, ishte surprizë ajo që u deklarova në 29 mars. As ata nuk e prisin? Jo, ndjenin time nuk e kanë ditur. Më ka patur djeni të plot datë 26 dhe datë 27 mars të historisë time personale dhe diçka dyshoj që ka perceptuar diçka më herët në shkurt këtij viti, 2-3 detaje le të themi që kanë rrjedhur, por asgjë më shumë ndjenin time. I mat nuk besoj përpara në asnjë lloj skenari. Ndoshta edhe vetëm data 29 tamam është qartësuar pasi unë e thash vetë, se ndoshta edhe ato 2 ditë përpara mund të ketë pas dyshime mbi ato infot që kanë ardhur në familje. Im vlla e ka ditur, një pjesë e mirë e stafit, mund të them të gjithë pa përjashtim e kanë ditur, kështu që në këtë aspekt surpriza ka qenë do thoja vetëm te prindërit. Po djali? Djali I madh, djali I vogël po. Si u ndjen, si e përjetuan? Jo mirë. Shkurt jo mirë. Me kë po lufton Endri Meksi? Pyetje shumë e komplikuar. Jemi në proces zbulimi. I di kërkar miq? Deri diku, s'jam I qartë. Nuk jam I qartë. Siç e kam thënë disa herë, besoj duhet të jetë kuptuar nga patan aktorët e medias që janë aktiv në ndjekjen, që janë le të themi të vëmendshëm. Unë kam vënë fokusin në daljet e mia publike tek dezinformimi. Dhe po bëj një farë kujdesje më shumë se zakonisht në këtë këndvështrim. Jam shumë I bindur te çka kam thënë, që do thotë që duhet të jem akoma më vigjilent vetë për mos me bë gabime në këtë sens. Kam disa ndjesira mbi njerëzit e përfshirë për shkak të kontakteve dhe njohjes me ta, por nuk jam I qartë mënyrën se si janë përfshirë, qëllimin tamam dhe çfarë ngatesa kanë bërë. Pjesa që dim është pjesa e Gjysagasit, por nuk është vetëm ai, pa pikë dyshimi. Po përse Gjysagasi? Përse do duhet se di, unë lidhja që kam bërë dhe që kam deklaruar është
ajo e bastave, nuk më rezulton lidhja tek akshi dhe tek pjesa medias. Janë element pa dyshimi pjesëmarrës në këtë histori, kanë peshën e vet, por gjykoj që është më e vogël. Pjesa medias e shoh vetëm tek bezdisja eventuale që në fakt tani po e bëjmë, por që nuk ka qenë më përpara në sjetet e mia. Pikërisht, ti ke ruajtur një profil i tërhequr, rrjetet sociale ke qenë aktiv, po më shumë duke bërë edhe pak humor, batuta, satirë. Rrjetet sociale të mia, kush i kanë ndjekur, kanë qenë gjithmonë te humori, unë përthyesë s'kam. Po, unë i kam ndjekur rregullisht. Nuk kam asnjë status politik. Jam përpjekur fort për të gjën. Ti e njëre donin ti vëlla, mund ta pyetësh, kur ai bënte status politik, kryesisht i ka pasur për kryeministin Edi Rama, unë e kam gjithmonë kritikuar sepse i thoja nuk ka asnjë sens. Hajde në ekran, fol çfarë don, dhe ai del në shumë ekrane, pra nuk si duhesha unë, në të sens, ai është i ftuar i edhe të mua ka qenë i ftuar, te ty, te televizionet tjera, ka televizioni, te Syri ka qenë rreth një vit e diçka bashkëpunëtor, pra ka pasur akses pa problem në të sens, dhe thuaj mendimet e tua, ndjenin time se ka censuruar njëri ndonjëherë. Kështu që me sa ja di edhe bisedat. Kështu që në të sens i thoja tek privati mbaje për çështjet tua të gustos tënde. Jo se e kritikoja se prishën një punë, se çfarë thoshte në ekran, padyshim ka më vlerë. Po pikërisht për të mbajtur një ndarje mes asaj që të karakterizon në gusto, në stil, pra zakonisht Facebooku, për ata që nuk kanë faqe profili publik, pra që nuk janë përfshirë politika diku, unë gjykoja që duhet ta mbante tek muzika, tek eventet e personale, tek fotot e tij personale, tek ku diun çfarë mund të ishte diçka opinione mbi çështje të caktuara ndryshme të jetës civile. Ai është avokat, ka studion e vet, shumë okay të shpreh gjëra mbi opinionet juridike. Madje kam nxitur pas herë që të ishte më aktiv në të sens. Te pjesa politike kam gjykuar që nuk ja vlen. Dhe pikrisht ky mendim ndaj tij, pa u zgjatur mbi Redonin, vinte edhe tek sjellja ime që bëja. Un kam mbi 3000 postime, më duket pak a shumë. Të gjitha janë kryesisht tek humori, tek meme, tek gallata. E kam mbajtur në të sens. Ky ka qenë qefi. Dhe pas herë kanë një foto personale, por janë shumë të ralla. Kurse në të optik unë nuk shija interesin aq të madh të medias tek puna ime, në sensin e mundësisë për të qenë aktiv me godita apo me diçka siç po ndodh sot, dhe nuk mendoj që sulmi i Zotit Agasit ketë qenë tek logjika e medias. Te kam theksuar disa herë për shkak të miqësisë time mua, ndjenin time nuk ishim aq larg sa që ai të kishte një interes në atë sens. Pra njiheshit më parë apo jo? Njiheshim absolutisht. Por ndoshta tentativës time na keq përdor. Tjetër gjë, jam akoma i qartë kjo pjesë ku mund të ketë qenë interesi. Te pjesa e akshit unë kisha një periudhë mbi 2 vite, po thjesht jo aktiv aty në procedura prokurimi, shumë pak aktiv. Që do thot prap nuk shoh ku ti ke bezdisur aq shumë apo çfarë ata mund të menduar që unë do bëja që të gjykoja aty një luftë apo një përplasje. Te pjesa e basave është tjetër histori dhe prandaj e shoh aty arsyen. Çfarë ka ndodhur me akshin? Endri, e shikoj që flitet shumë, por nuk është se ka një gjë konkrete. Kush është problemi me akshin? Çfarë ka ndodhur që flitet për skandale, miliona euro abuzime, po ndërkohë kur kërkon nuk është e qartë, pra opinioni publik është shumë i paqartë. Unë gjykoj që është shumë i qartë dhe se ti e nje me detaje, po opinioni publik ndoshta nuk i nje kaq mirë. Unë në gjykimin tim them që është një çështje shumë e qartë. Por në çdo rast kam vlerësuar si këmbështimin tënd që ma thot tani përballë, po edhe ti njerëz që kam dëgjuar edhe stafi im që kanë paqartësira. Për këtë arsye ka qenë ky angazhimi më i fortë si imi në 15 ditë të fundit, po dhe tërësi më CNTV-s, kur kam kuptuar, le të themi jam qartësuar dhe unë që ka nevojë për më shumë insistim te këto temat dhe më shumë sqarim, qoftë e pasere dukur përsëritës një të gjë. Unë si natyrë pasi e konsumoj një temë, se mos në ekran e gjykoj që nuk e vlen të thehet më me idenë që ishte i qartë. Por është gabimi im ky, sepse duhet një lloj përsëritje. Opinioni publik do në një farë mënyrë goditur me një farë insistence dhe persistimi. Kështu në të sens të gjë po bëjmë. Akshi është një aferë shumë e turpshme e mënyrës se si një grup njerëzish, 10, 15, 20 veta, ndoshta pak më shumë nga jashtë po aty brenda, janë ngatëruar mes tyre për të paracaktuar pa ndalim tendrat para prokurimit publik të akshit. Pra në një farë mënyrë për të le të themi të vjedhur, zhvatur, që si duash termin, aty është bërë dhe punë pa dyshimi, që do kujdes ky term, por për të marrë fondet publike. Rrugës procesi ju është komplikuar,
dhe kaluan dhe në element të botës kriminale. Kryesisht për përfshirjes, do thoja unë, të dy persona kyç që janë Ergyll Sakasi dhe Marbeqiri. Për momentin nuk del në informacion që të tjerë aktorë të këtij grupimi kanë pasur kontakte të tilla dhe të kenë shfrytzuar nëpërmjet kërcënimit apo informacioneve apo skema ndryshme element botës kriminale. Për çfarë shifrash flasim, abuzimesh, nëse mund të flasim? Akshi ka një buxhet serioz në vargën e institucioneve shqiptare, është e të parët. Kështu që në të sens gjykoj që vlerat kanë qenë çdo vit mbi 70 milion euro si buxhet. 70-80 milion euro çdo vit të paktën. Për të qenë të sakt, për të bërë një vlerë të saktë, të asaj që mendohet që ky grupim ka marrë do pak punë, dhe jemi duke nxjerr, sepse dihen emrat e firmave të lidhura në këtë aferë dhe le të themi nëse fokusohemi në vitet 2022-2025, pak a shumë, mund të bëjmë një tabelë saktë, por nuk e kemi akoma, kështu që do thoya mos të japim një numër, sepse mund të gabojmë dhe duket edhe paksa keqdashëse në këtë periudhë ku po përpiqemi të japim informacion sa më të saktë për të pastruar, siç edhe ti, për të bindur apo të qartësuar opinionin publik. Do të shkoj Endri Meksi deri në fund kësaj betejë? Pjesës time që më përket mua personalisht po. Pra përpjekjes time, e kam fjalën, jo historisë time. Përpjekjes time po. A do ja dalim dot për ta qartësuar, na mungon shumë informacion. Materialet që disponojmë janë ato publike që dihen, pra vendimet e GKK-s dhe aksesi në faqet shtetërore të informacionit, siç është APP-ja, Agjencia për Prokurimit Publik, ku është buletini, Thesari, pra pjesa Open Data Ministrisë së Financave dhe vendimet e KBP-s, duke qenë një pjesë e lidhur në këtë aferë. Të tjera instrumente janë shkesat për informacion, por që janë më ngadalta dhe duan kohën e vet, kështu që është më e vështirë për t'i përdorur në këtë përpjekje për të qenë më aktiv në prodhimin e lajmit në të sens. Personat nuk flasin. I kemi kontaktuar pothuajse të gjithë aktorët që njohim dhe të gjithë heshtin nuk duan të flasin. Pra, Endri Meksi ka purën e tij dhe mendjen e tij në këtë betejë që do ta vazhdoj dhe do ta ketë të gjatë apo jo? Të gjatë. Unë dua të marrë sa më shpejt si histori. Patën kjo pjesë që i përket kësaj afere, po themi, sepse nuk shoh në interes me të zgjatur. Unë e kam thënë disa herë që shpresoj në çdo lloj forme që Akshi në tërësi mos cënohet nga kjo histori. Jo vetëm për interesin tim si kompani që punoj me Akshin, dhe që duhet punoj më shumë me Akshin. Por gjykoj që në tërësi për tërë situatën shqiptare ja vlen të gjej një formë për të urime këmbur, le të themi. Si është kjo formë nuk e di. I do dhënë besim dhe kujdes aktorëve që janë aty aktualisht, besim dhe kujdes do thotë që mos ti minojmë me kërcënime apo me tjera metodologjira, se ato po luftojmë të moment. Këtë histori që unë kam quajtur shantazhi dhe dezinformimi po luftojmë, që nuk ka një sens të madh bëjmë një gjë. Së pari dhe së dyti t'i lëm pak kohë sepse nuk është shokollajt. Janë procese teknologjike në vijim sipër që nuk është se bëhen brenda ditës. Pra ndryshe nga prodhimi i një lajmi, që është puna që bëjmë ti dhe unë, puna aty është paksa më e gjatë, kështu që më komplikuar. Po, kështu që do shpresoj ata të gjejnë formën, forcën për të dalë gjiron disa muajve, nuk them pastër, se është ndoshta fjalë shumë premtuese apo shumë shpresuese, por dalin solide, le të themi kështu ja. Endri, vijoj procesin. Ti ke qenë 5 orë në SPAK. Mund të themi për çfarë bëhet fjalë? 5 minuta. 5 orë 45 minuta, gati Kam jashtë. bërë një kallëzim ca ditë më parë dhe më kanë thirrur në kuadër të atij kallëzimit. Pra nuk është se ke qenë ti person ndjeni për një çështje ose në hetim. Si person ndjeni, po, mund quhet. Nuk është se kam i qartë me statusin ligjor që duhet caktoj, mund të jem dhe në hetim. E kam thënë më parë për koincidencë, pak ditë më parë ftesës time, sepse vinin vërdall llafe të ndryshme me objekt prap të kërcënimit apo të shantazhit, ta quajmë kështu që je në SPAK, që unë ka qelluar që kam thënë në intervistë tek MCN TV-ja një moment këtë detaj, por ndjenin time si person ndjeni, por mund të jem edhe në tjetër formë. Si ishe të jesh në SPAK, se nuk flet njeri, po unë dhe di që ti ke guxim, ose po themi guxim na thuash diçka të zgjaja që mund të thuhen. 6 orë si periudhë gjatë, të tërish merresh në pyetje atje si funksionon. Është kaq e rënd edhe brenda, se nga jashtë perceptohet shumë e rënd. Doja ta shmangnim sepse nuk dua të cënoj as edhe mënyrën çfarë shton aty. Jo, më jep një përjetim. Po, jo detaje. Përjetimi është i qetë, nuk. Pra ti shkon atje merresh në pyetje? Po. Si në çdo zyrë prokurorie, thjesht padyshim SPAK-u sot gëzon një status shumë veçantë në Shqipëri dhe kjo krijon
pa dyshimin totalisht lidhet të lexim në tërpën e publik si edhe në vet. Që në këtë sens është diçka më serioze, më personale dhe ka një impakt si në perceptimin tënd aty brenda, si edhe në sjelljen e të gjithë aktorëve të tjerë. Siç më pyet ti, më ka pyetur pothuajse çdo kush që nga ditë, kështu që në këtë këndvështrim qëndron ky aspekti impresionues. Po unë do thoya diçka shumë personale nga natyra dhe kaq. Endri duat bëj gjitha pyetjet Po. që qarkullojnë edhe si thashë theme. Gjitha jepi. Endri Meksi shumë i lidhur me vllajën e kryeministit Rama, është e vërtet apo jo? E kam shok, Olsi Rama. e kam patur përpara shumë shok për shkak dhe të tyre llafeve, le të themi frekuentohemi shumë rrallë, por e kam shok. Shumë i lidhur është jetë term. Pra nuk është se ka marrëdhënie biznesi, ka marrëdhënie shoqërore. Zero marrëdhënie biznesi. Se qarkullon diskutim, ti besoj ke dëgjuar edhe vet. Zero marrëdhënie biznesi. Po për politikën çfarë mendimi ke? Edhe këtu thonë që mban anën, ke qenë kundra zotit Veliej, ke qenë pro një klani tjetër në PS, si është e vërtetë edhe këtu? S'është as pak e vërtetë. Zoti Veliej shpresoj një ditë ndoshta ajo të largët të jetë në gjendje të lirë dhe nëse do pyetet mund ta konfirmojnë, ne kemi patur marrëdhënie të dy bashk, kemi biseduar, nuk ishim shok, nuk ishim miq, po marrëdhënie unë do ta quaj korrekte. Dhe leximet vinë prapë me keqdashje. Me keqdashje për të krijuar konflikte mes palëve, si duket ky sporti i preferuar disa aktorëve në Shqipëri, që i lëvizin këto mekanizma, Nga sepse kartë, unë si. vetë personalisht nuk kam pasur ndjenjën time as edhe një lloj përplasje personale me të, paktën 5 vitet e fundit që të gjykohet diçka në këtë sens. Ai kur ka dashur të më shkruaj ka shkruar, totalisht i lirë dhe nuk ka pasur asnjëherë në një çdo lloj reagimi jo normal nga ana ime, jam përgjigjur në çast sa kam pa mesazhin, madje mund të them me kënaqësi, sekretari i bashkisë që shkruan, kështu që nuk do ishte marrëzit mendoje kundërta e para kjo. Kjo ka ndodhur 4-5 herë në 2 vitet e fundit, para se ai të ishte në stotën që është sot, pra 2023-2024 më themi. Unë i kam shkruar në 2023 për një favor për t'i kërkuar atij, që nuk u bë, diçka totalisht banale, por që kam pasur në komunikim me të, dhe ai më shpjegjoi direkt. Kështu që në këtë sens, ky perceptimi i të qenit në llogore në luftë është idiotësi totale, nuk ka pas diçka të tillë. MCTV-ja është ekran televiziv, si i tillë është në garë me 10-12 aktorë të tjerë dhe kërkon hapësirën e vet për të arsye ndjek disa tema, kaq. Kaq përket mua, pastaj leximet e mi qartë si i bëjnë dhe jam okay me to, nuk është se i debatoj. Po besoj ke hasur dhe ti këto perceptime. Pafund. Sa i përket klanit tjetër PS-s, duhet ta Klani zonjës Balluku flitet, që ti jemi sinqert dhe i qartë me opinionin. ndryshe nga çfarë thash për zotin Veliaj që kam patur dhe komunikime, ky nuk është rasti i zonjës Balluku dhe është përsëri një keq lexim akoma më i madh. Unë gëzoj respekt për të dhe kaq. Kam një marrëdhënie pune me një ndër institucionet e varësisë së saj që ka qenë, që është RSH-ja dhe kaq ka qenë tërësi dhe ime. Gjithë të tjerat janë 99.9% nga ana aktorëve të tregut të rëndësishëm keqdashje në lexim, nga ana publikut i kuptoj dhe okay. Who cares? Për politikën çfarë mendimi ke, Henri? Ti vjen nga një familje e djathtë, djali me një trashëgimi të madh nga babai jot, djali një ish kryeministri, pra një peshë e madhe, Si e shikon ti politikën? Pra si gjendet më mirë Henri me të majtën apo me të djathën, ideologjikisht ose edhe në jetën personale? Ideologjikisht unë jam biznesmen, ndjek biznesin që në të sens gustot e mia janë tek e djathta, por nuk është se nuk kam element të majtës, po themi këtu e 80 vite më parë, ajo që ka quajë majta klasike, se sot ka evoluar dhe ajo përgjigj. Nuk është se kam në interes politikën, veçanti që të thuash kisha qëndrime të veçanta në lidhje me të. Më intereson shumë. Si pjesë e medias më intereson të përplasem me të, sa të punë bëjmë atë biznes kemi. Pse jo për ta influencuar atë, nëse do kishim mundësi, po është fjalë e madhe shumë, kështu që do shumë kujdes sepse s'kam kushte ta bëj. Po kjo ka qenë këmbështimi im. Si shikon të djathën aktuale? Cop. Më cop nuk ka. Po të majtën? Partinë Socialiste. Është një fazë të veçantë të saj, jemi në vitin e 13 të pushtetit të kryeministit Rama, që padyshim e majta si parti ndoshta do matur fjalët si e shprehim, por le të themi mund të kishte nevojë për rifreskim. Zoti Rama e ka bërë rifreskimin çdo që ka pasur zgjedhje duke futur aktorë të rinj. Ajo që ka ndodhur këtu është që kur nuk i fut quhet problem, kur i fut quhet problem, prandaj them nuk është se kam shumë qejf të bëj politikë, se duket se kam
diçka për të thënë që ka një interes dhe nuk ndahet kollaj nga leximi. Është në pushtet pothuajse absolutisht të sigurt, nëse nuk do të në një qamet, që padyshim kjo e kushtozon sjelljen e partisë. Partia është shumë jashtë rolit. Është më në rol qeveria dhe shumë në rol figura vetë Kryeministit Rama. Që është një situatë atipike, le të themi, nga ato që zakonisht komentojmë apo duam të lexojmë nëpër libra. Pra situatat kur pushteti ndrohet në 4 apo 8 vite. Pak a shumë siç ndodh shumicën e rasteve, megjithëse edhe Evropa së fundmi ka përshtimet e saj, që nga rasti i zonjës Merkel e tjerë me radhë, që nuk është më ai modeli klasik. S'di që atë më shumë e pësën, se nuk është se një nga afër, një disa aktorë dhe kaq. Pra, nuk është se një dinamikat e saj nga brenda që të mund të gjykoj për partinë në vetvete. Flasim pak për median, që ti e ke themeluar, e drejton, më se në të vënd, si është të jesh drejtuesi i një media? Është kompetitive apo jo? Nuk është dhe e lehtë në shumë aspekte. Është shumë qef. Të shijon? Shumë. Pra, përveç se ti je një drejtues i saj, më duket sigur je edhe një gazetar, futesh edhe në rolin e gazetar, pa të shijon në disa dimensione. Kam qenë shumë pak, jam tani më shumë edhe më shijon më shumë. E shikon një biznes që ja vlen ta vazhdosh në të ardhmen, pra shikon që media po ndryshon pak? Gjykoj që ja vlen, po. Da vazhdoj. Po ndërkohë, gjithë kjo vëmendje, gjithë ky diskutim, të qenurit në dritën e projektorëve, më duket sikur të shijon pak brenda vetes. Më shijon, po. Dhe beson që kjo mund të kthehet në diçka ndryshe në të ardhmen? S'jam i qartë që mund të kthehet. Se përsëri jemi në një situatë lëmshi në mënyrën si lexohet. Unë po të tregoj i sinqert, them si e shoh. Patjetër. Po jam shumë i sigurt që edhe në qarkun e ngushtë të njerëzve për me, le të themi ata 10-15 njerëz që bashkëpunojnë më shumë, leximi nuk është i njëjti dhe nuk është ky imi, kështu që jam okay me mendimet që kanë si publiku nga larg që nuk na njeh, ata që na shohin TikTok, Instagram, rrjetet sociale të ndryshme. Unë po të them mendimin tim. Mua më shijon shumë dhe kaq. Ende është e vërtet media në kohët e sotme? Nuk po flas për median tënde, flas në tërësi. Po kur ka qenë e vërtet? Kur ka qenë e vërtet? Në të sensin që e shtron ti pyetjen. Pra, ka ndryshuar qasja romantike prej kohësh. Jo, nuk mendoj. Media është në themel është një biznes. Padyshim, gazetarët mund të diferencoshin në këtë këndvështrim. Pra ke gazetari historik të ndryshëm në tërë qytetet e botës që janë dedikuar me pasion, mund të quhet në kërkimin dhe së të vërtetës. Po nuk besoj se ka ndonjë që ka shkruar vetëm vërtetën. Qoftë për fakte profesionale, pra për gabime që mund të bëhen të rastet e shkrimeve më teknike, qoftë për mangësi informacioni. Kështu që cila është e vërteta? Ishte pyetja iniciale nëse ta kthehen në spektrin filozofik. E vërtet, unë do ta diferencoja tek piknisja, pra kur ti tenton të jesh të paktën dhe leje pastaj sa del të jesh. Edhe në këtë optik gjykoj që sot media nuk është e vërtet, nëse termi ishte për formën 100% absolute. Si këtu si jashtë. Sidomos në rastin e zotit Trump në Amerikë të dyja zgjedhjet e tija, si president po dhe kur humbi, u pa qartë një polarizim pothuajse ekstrem i shumë media, po me efekte deri në Evropë. Ai komentoi të masën në formë partizane edhe në mediat europiane. Dhe ku ishte këtu e vërteta? Janë aktorë të tregut, kanë të drejtën për dhënë opinione, kanë licencën e themi, megjithëse sot s'duhet shumë ndajon në rrjetet sociale dhe duan të influencojnë të tërë opinionin publik aq sa mundën. Nuk është e vërteta objekti i saj. Degradë fort kjo. Po kjo është e vërteta, do thënë unë sa radhë. Jetet paktën pronar drejtues media që mos gabojmë tani po rrin televizion apo jo. Po fizikisht po flasim. Fizikisht po. Se mëndërisht. Përse kjo zgjedhje? Zgjedhje idiote ndodhi në fund janarit e kaq, nuk është se ka ndonjë qëllim nga pas apo në filozofi. Është praktike për mua dhe pse jo. Pra e shikoj që ndihesh mirë në median tënde, po, ndihem shumë mirë. Gazetarët janë komod apo jo? Ti kesh miq. Do të pyetesh ata për pjesën sa janë komod ata, shpresoj fort që po. Mendoj që ose të paktën mund të kem parë disa reagime e pastaj me duke si perceptime ndoshta edhe në mosbezisje të parit paksa çuditshëm. Po pjesa e madhe mendoja që janë shumë komod, nuk janë influencuar fare. E ardhmja si e shikon të ardhmen? Pra në muajt, në javët në vijim, do vazhdoj kjo betejë e jotja? Thash dhe më parë, do doja të marrë sa më shpejt.
kjo pjesa strikte e historisë, gjysmë personale, gjysmë të Akshit, Zotit Agasit dhe Bastave. Kam frikë që nuk ka për ndodhur, sepse nëse leximi im është i saktë, pjesën e Bastave do vazhdoj edhe gjatë. Por ndoshta jo me këtë lloj dinamizmi dhe pasi çështja e Akshit të mbyllet dhe në botën e drejtësisë, do humbi interesin, që nuk shoh do të ishte edhe bumerang dhe për ne si staf dhe ndërsi si biznes, nëse do insistonin për të një pike kur nuk ka asnjë interes. Për aq kohë sa vlen kjo logjika që thamë në fillim e insistimit për të qartësuar çështjen, mendoj që vlen akoma. Për të një momenti gjykoj që nuk ka asnjë interes më. Kjo do të zej vendin e vet në kohë kaq. Stili i gazetarëve shqiptarë që pas ku del një deklaratë nga Spaku apo gjykatat, reagojnë, bëjnë një lajm. Mendoj që do ngeli pastaj në këtë nivel. Pra del diçka e re tek tuk dhe vazhdon. Nuk shoh interes publikut që ta ndjeki më vonë. Çfarë të ka ndryshuar gjithë kjo histori, gjithë kjo peripeci që ke kaluar edhe personale, edhe në aspektin e filozofisë sipërmarrëse, çfarë të ka ndryshuar më shumë? Më ka ndryshuar plot gjëra, po jam i paqartë për ta perifrazuar saktë në këtë moment. Është akoma në ndryshime sipër të themi. Po ka ndryshuar plot gjëra, kjo është e sigurt. Situata që po kalon Shqipëria, Endri, ti e një Italinë shumë mirë, ty ke bërë studimet. Është e krahasueshme me Italinë e viteve 92 kur filloi procesi i manipulitet, pra një proces që zhduku gati 1500 politikan i burgosi, biznesmen, dhe u shua një klasë politike, mbaroi Republika e parë, filloi Republika që është aktuale. I ngjason ca elementi, jo, nuk besoj se është e ngjashme goxha, jo. Ku ka element që ngjason, sipas teje? Sepse duhet të dalë më pas te pjesa krimi organizuar e kontrollon Shqipërinë siç flitet edhe në optikën e një biznesmeni apo thjesht ka disa elemente të caktuar. Krimi organizuar që Italia kishte në 92-shin ishte shumë më i strukturuar, mafia dhe shumë me penetrim në shoqëri. Mendoj që ka deri diku një ngjashmëri në Shqipëri, por nuk është në atë përmas ajo. Mos ta frym kot, nuk besoj. Italia vinte që nga vitet 70 diçka me një mos them që 67-ën, incidenti i parë, me një rrjedhë të gjatë të aktesh terroriste. Shqipëria për fat si ka patur, po thuaj se asnjë s'mund të quhet akt terrorist i Mirfield, nga ngjarjet që kanë ndodhur pas here. Ka dinamizëm bota e nëndeshme, pa pikë dyshimi dhe okay, ka dhe shtetin që bën përpjekjet e veta. Pjesa që ngjan është tek risia e drejtësisë, po tashmë nuk është më fillimi, jemi te viti 5, viti 6. Që nuk jenë tamam në 92-shin në të sens, momentin që po shpërthen në Italinë në 92-shin procesi manipulite. Pjesa që ngjan prapë janë emrat e prokurorëve të veçantë, që lakohen shumë dhe që kanë më rol, janë më dinamik, më Itali u futën politik. Zoti Domani ka thënë që jo këtu. Të paktën deri tani. Di Pietro u fut dhe nuk i shkoi në politik në fakt. U bë ministër i drejtësisë, po nuk pati një karrierë as të gjatë, as të që të binte në sy. Po riste pula në një kur pash një informacion të fundit kishin bërë një material, merrej me fermë, edhe po kishte qef pulat më sa pash. S'di ç'a them, se kam ndjekur më, po ma bit kjo gjëja deri diku. Jetonte në një fermë. Ishte një person shumë i pëlqyer nga italianët në vitet pas 92-shit dhe u bë ministër ku nuk shkëlqeu në asnjë formë më sa më mend, mos qofsha. E vërtetë është, e vërtetë. Okej. Dhe kaq, kështu që nuk e shoh si hap të detyrueshëm apo të nevojshëm në këtë optikë. Pra mund dalë dhe gabim. Bile më them që rritja pulave mund të jetë shumë e kënaqshme në sensin praktik, sesa të bësh ministri në qeveri ku nuk gjen kur veten. Dhe kërkoj që në krahun aty që ke sulmuar deri dje. Pra ai ishte goxha luftëtar të pjesa e sulmit, pastaj jeni pozitë ku do të mbrosh të kundërtën. Si Nikola Gratteri sot bëj ministër i drejtësisë, është të kosëm përplasje me qeverinë, është shumë aktiv në drejtat e tija, ndryshe nga Di Pietro i fillimit në 91-92-shit, edhe për shkak të drejtave sociale që atëherë nuk ishin. Dhe në këtë optikë se shoh dot në politikë, kupton, pavarësisht se ai bën politikë në Gratteri në farforme, influencon politikën dhe vendimarrjen italiane, se është goxha aktiv, te referendumi i fundit ishte përsëri aktiv, pati goxha reagime, flet me publikun, por kaq. E bën për punën që ai beson dhe gjykon, që ja vlen. E shikon politikën si një opsion në të ardhmen tënde? Jo. E prer apo ka një hapësirë? E prer, s'di ta them tani, mos ja fus kot, më kupton. Unë para 2 muajsh nuk shija të situat ku jam sot, kështu që të prej diçka të tillë do gënjeja me forma absolutiste. Nuk është se kam ndonjë qef që thua që e synoj këtë moment.
Për ta mbyllur, cili është përkufizimi që Endri Meksi si publik i jashtëm i jep Endri Meksit si personazh i javëve e ditëve të fundit? Pra çfarë i thot Endri Meksi publikut për Endri Meksin? Shumë e vështirë. Do thoja një frazë që ma kanë etiketuar disa herë së fundmi një i çmendur, me pak humor, e kam hedhur të si meme. Personazhi i fundit që e kam dëgjuar këtë gjë, ka qenë Edi Rama. Okej, mirë, më vjen mirë. Keni të ngjashmëri, jo gjatësie. Edhe të më kanë thënë. Pra unë shikoj që në këtë jetë të dytë të Endri Meksi ndoshta po lind një politikan, apo jo? Jo, nuk besoj, jo. Jo, do doja që jo në fakt. Unë pëlqen pjesa e biznesit, e them realisht në formë sinqertë, por nuk është hipokrizi. U bë viti 19-20 që merrem dhe më ka shijuar gjithmonë. Pavarësisht se pjesa e medias të fut në politik, i bie të futur në politik për të bërë më mirë biznesin. Do ishte shumë gabim në këtë optikë. Edhe ndoshta fatkeqe në të ardhmen. Që nuk shoh ndonjë kënaqësi time për të bërë politik për qytetarët, që të gënjej kot vetëm tani, kupton. Po rishpikim vetëm, po jo deri në të lloj mashtrimesh. Endri Meksi në fund të kësaj interviste. Faleminderit. Faleminderit. Kënaqësi që të kisha, të uroj gjithë mirat dhe shpresoj që kjo çmenduria jote të marrë fund për mirë. Okej. Le të zjasit sa. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Me këtë intervistë erdhëm në fund të pjesës së parë të Albania Newscast, do shkëputemi pas pak, do rikthehemi me situatën politike. Ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët, subscribe, jepni komentet tuaja. Si e thash, do t'i lexojmë të gjitha, do t'i shqyrtojmë dhe presim dhe sugjerime për tema dhe të ftuar që do t'i trajtojmë të ardhmen. Dhe atëherë jemi pas pak me pjesën e dytë.